Janari i vitit 1999, në atë janar liria e Kosovës po paguhej me jetë njerëzish. Në rrecak me 15 janar të vitit 1999, forcat kriminale serbe kryej një krim që tronditi botën. 45 civil shqiptar u masakruan barbarisht, burra, pleqe të pafajshëm, vetëm pse ishin shqiptar. Trupat e tyre u lanë për fusha, si dëshmi një urrejtje njerëzore. U përpoqën ta fshehin krimin, ta paraqesin si betejë, por e vërteta nuk u varros bashkë me viktimat, por e vërteta doli në dritë. Pamjet e Reçakut folën më fort se çdo gënjeshtër. Misioni OSBE-s dhe ambasadori William Walker e pan, e dëshmuan dhe ja treguan botës krimin. Reçaku shndrua në pikën e kthesës. Ai tronditi ndërgjegjën ndërkombëtare dhe përshpejtoi vendimin për ndërhyrjen e NATO-s kundër gjenocidit serb, por dhuna nuk u ndal. Vetëm pak ditë më vonë forcat serbe u rikthyen në prekaz duke synuar zemrën e rezistencës. Pasuan masakra të tjera, shpërngulje masive, burgosje, tortura e vrasje. Ishte një përpjekje dëshpëruar për ta zhdukur një popull që kishte vendosur të jetonte i lirë. E megjithatë, Kosova nuk u thye. Nga gjaku i martirëve, nga lufta çlirimtare e UÇK-s, nga ndërhyrja vendimtare e NATO-s dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës në krye, lindi liria që sot e gëzojmë. Sot me nderim të thellë dhe krenari kombëtare kujtojmë martirët e Reçakut. Gjaku i tyre është themeli i lirisë sonë. Sakrifica e tyre është amaneti që na obligon të mos e harrojmë kurrë.